Erion Velia i ndan nga qelia lajmin e gëzueshëm. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Velia i ka ndarë me ndjekësit një lajm të gëzueshëm. Ai i ka uruar mirëseardhjen mbesës së tij Avri. Mirë se erdhe në botë mbeska ime Avril. Xhaxhi Eri është kapluar që tani nga dashuria për ty. Jam kaq i lumtur për anën e Arbin, gjyshrit Lida e Kastriot, Ajolën dhe e Kain, që mezi e ka pritur kushurirën e vogël, por sidomos për nëna Shqipen, që pas 72 ditëve pezmatim pas burgosjes sime pa gjyq, sot pati mundësinë të ngjiste copat e thyera të zemrës së saj të bukur. Të duam shumë Avi, shkruan Veliaj. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.